diskutoj për të. Jo, po ka kontekstet caktuara. Do më thonë, ka momente kur presidenti edhe mund të jetë politik për shkak të rrethana dhe është e mundur me u zgjedh. Natyrisht, dhe nuk ka të keq asgjë në këtë pikë. Po kur është e pamundur që të kemi një figurë politike, atëherë natyrisht zgjidhja më e mirë, madje edhe profili kushtetues i pozitës së presidentit është që të jetë një figurë konsensuale, një figurë mbipartiake, jashtëpartiake, natyrisht që nuk është pjesë e këtyre polarizimeve dhe polemikave të përditshme politike, në një situatë të fragmentuar politike po ashtu, dhe natyrisht të ketë një integritet edhe profesional edhe kombëtar. Por për te saj, aktualisht nuk është figurë konsensuale, ka qenë bartëse e listës së një partie politike, është deputete e Kuvendit Kosovës, dhe që edhe vetë pjesëmarrja e sotme aty do më flet për një petë le të themi partijako politik tashmë. Aty jam për ta gjetur një zgjidhje, jo për ta bërë njëri tjetrin president, domethënë në këto takime. Prandaj po konkludoj domethënë zonja Osmani nuk është figurë konsensuale dhe që sa i përket deklaratave se si kemi parë. Marrëveshje? Çka nëse nuk arrihet marrëveshja? Çka nëse arrihet një marrëveshje me LDK-n dhe kushti kryesor i LDK-s natyrisht, me qenë se ka pasur